Deputetët edhe kësaj radhe kanë dështuar në formimin e legjislaturës së nëntë të Kosovës. As hera 12 nuk ishte suksesshme për deputetën Albulena Haxhiu, që të zgjidhet kryeparlamentare. Deputetët opozitar nuk po pranojnë që të votojnë komisionin për votim të fshehtë të propozuar nga kryesuesi Avni Dehari. E kjo po e shon Kosovën në një bllokadë institucionale. Të pakënaqur për mos konstituimin e kuvendit u shprehën edhe shumë organizata të shoqërisë civile, të cilat u bën thirrje udhëheqësve të partive politike që të veprojnë për tejkalimin e krizës politike. Pasi ky stagnim, po rrezikon që vendet partnere të humbin besimin në aftësinë e këtyre organizatave për të ndërtuar institucione funksionale dhe për të vepruar si një shtet serioz në skenën ndërkombëtare. E një nga organizatat civile protestoi para kuvendit sot gjatë ditës me thirrjen: "Karriget tuaja nuk vlejnë më shumë se jeta dhe mirëqenia e fëmijëve." Kjo blokadë po shkakton stagnime në reforma dhe në procese të ndryshme të mbrojtjes së fëmijëve. Prandaj jemi këtu bashkë me organizatat anëtare për të bërë thirrje drejt deputetëve që të reflektojnë dhe të ngrisin përgjegjësinë e tyre institucionale përballë nevojave dhe vështirësive dhe realitetit të rënd të fëmijëve në Kosovë. 53 deputet kanë dhënë votën për. Seanca sot më ndërprej për të takuar në vazhdimin e saj pas 48 orësh. Ndërpritet seanca shihemi me 25 maj në orën 11 sërish.